محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën e humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha: kush po i merr prej meje disa udhëzime me të cilat do të veproj vetë dhe do t'i mësoj ata të cilët do të veproj. Ebu Huraira hala tha pa e ditë se çka po kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u lajmërova unë vullnetari, thash unë ja Rasulullah. Edhe i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa udhëzime interesante shumë, janë 5 udhëzime, por në njërin prej tyne thot: wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Dhe dëshiroja u njerëzve të mirën qyshja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Dëshiroja u njerëzve të mirën qyshja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Një udhëzim i thjeshtë në formulim, por i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm në rregullimin e relacioneve ndërnjerëzore. Për arsye se, sikur se e dim në rrugëllazën, besimtari e ka një kodeks të kompletuar, një përmbledhje të mirë, të plotësume, të udhëzimeve të ndryshme. E aty kemi lloj-lloj edhe obligime dhe preferenca nëpërmjet cilave e rregullojmë raportin ton me Allahun fuqiplot, e rregullojmë raportin ton me vetveten, me rrethin, me njerëzit në përgjithësi, me muslimanët në veçanti, e në të gjitha këto pastaj ka rregulla të rëndituna simbas peshës edhe vlerës. E në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: dëshiroja vllaut tënd ose dëshiroja u njerëzve në këtë rast, wa ahibba lin-nas, dëshiroja u njerëzve të mirën ashtu sikur se ja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Është një kushtëzim interesant këtu, që realisht ne disa gjana nga njerë konsiderojmë se janë të mira, sikur se është puna e mirësjelljes, themi mirë është me qenë i sjellshëm, por harrojmë se kjo mirë mundet me u keq kuptu, ose mundet me u kuptu thjesht që nëse bësh i sjellshëm është në rregull, po nëse s'bësh, zbohet nomi. E që ky ajet, që ky udhëzim, dhe vërtet që ky hadith, që ky udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na kallëzon se kjo mirësi, dashamirësia për të tjerët, nuk është thjesht veç mirë, po lidhet nëse don me kon musliman, atëherë ti atë çka e ke për vete, do të më ia dëshiro edhe tjetrit. Atë që e synon për vete, do të më ia dëshiro edhe tjetrit. Atë që e dëshiron për vete, do të më ia dëshiro edhe tjetrit, dhe akoma më konkretisht këtë punë e sqaron një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidh me imanin, me besimin, thot: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej juve nuk ka besu përderisa të mos ja dëshiroj vllajt të vet atë që ja dëshiron vetes. Pra po lidhet me dashamirësi, të mirën që e dëshiron për vete, me e dasht për tjetrin. Hadithi i parë kishte t'ja u dëshirosh njerëzve, këtu thot vllaut vet lidhet me musliman. Në hadithin e parë thot do t'jesh musliman, në hadithin e dytë thot nuk je besimtar derisa të mos e arrish këtë. E këtu e shohim se këto punë, edhe pse neve na duken detaje, edhe pse në të vërtetë edhe janë detaje, edhe pse janë finesa
të mirësjelljes, megjithatë lidhen shumë ngushtë me identitetin ton fetar, me identitetin ton të besimit, me statusin ton të qenit musliman. Edhe këtu e kuptojmë se Islami e paska një dimenzion shumë përfshirës, i cili e te i kalon hapësirën e xhamisë, për shkak se e te i kalon hapësirën e manifestimit në ibadet. Pra, Islami nuk është veç ibadet, Islami nuk është veç namaze, agjërime, zakate, haxh. Këto janë shtylla, pa to Islami nuk qëndron gjithsesi. Mirë, po ka edhe shumë elemente tjera, shumë pa numër, të cilat pastaj e plotësojnë atë pamjen e përgjithshme edhe të plot të Islamit, e një prej tyre që ka edhe dashamirësia e cila plotësohet atëherë kur tjerëve ja u dëshirojmë të mirën, pikrisht ashtu si kur ja dëshirojmë vetes. Është shumë e natyrshme edhe normale që secili prej neve megjithatë për vete don edhe dëshiron më shumë se sa për këdo prej njerëzve, ani pse nëse unë du me konë ma mirë, ose ma i mrim, ose ma i pasën, ose ma ku e dion ma i dishëm se tjerë, kjo s'do me thonë se aty në tjerëve ja u du të keqen, e që kjo është minimumi. Minimumi është që tjetërit me ja dosh të mirën në përgjithësi, edhe me ja urejt të keqen në përgjithësi. E pastaj në konkretizim, shprish pun njeri me dosh për veti diçka ma mirë se për tjetërin. Por njerëzit edhe të kjo që është bazike, shpeshher ngatërohen edhe shpeshher e humbin orientimin për shkak se të tjerëve, vend se mi ja u dash të mirën, ja u dojnë të keqen. Të prirur nga hasedi, zilia, nga mënia, nga urrejtjet e ndryshme, të cilat të gjitha janë ngarkesa të panevojshme, dhe pastaj duhet të themi edhe ta kuptojmë se nuk është e mundur njeriu me arrit në atë deregje, në atë shkallë të mirësisë edhe të dashamirësisë për tjetrin, pa e pastru zemrën prej të gjitha atyre ngarkesave të dëmshme, të tepërta dhe të panevojshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi gjatë komunikimit tij me njerëzit, edhe kur ja u ka mësu fenë, sikur në rastin e transmitimit të Buhurerës. Kush po i merr çdo fjalë prej meje me punu me to dhe më mësu atyre që punojnë me to, një prej tyre dhe njerëzve dëshirojë të mirën që ja dëshiron vetes. Ka pas insistime edhe më serioze te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në situata gjithashtu shumë serioze, kur njerëzit kanë shku me u besatu me pejgamberin alayhi salatu wassalam. E kemi përmend sa herë edhe besoj se është e gjithditun. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dikush e ka pranuar Islamin, nëse ka pas mundësi me shku edhe me e thonë shahadetin në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e ka bë këtë gjatë. Edhe kur e ka thonë shahadetin, pastaj o dasht me e bo një lloj besatimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai besatimi ka pas rregulla. U ka një lloj marrëveshje me nene të thonuna, gjithsesi jo të shkrume, por vula e atyne besatimeve ka qenë shtrëngimi i durve. Ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shtrëngim dursh, do të bëj kështu, do të bëj kështu, do të bëj kështu. E njëri prej sahabeve thot, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala an-nushi li kulli muslim. Ja kom dhonë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me majtë zemrën time të pastërt, të kullume në raport me cilin do prej muslimanve. Kërkujt mos mja dëshiru të keqen, për se cilin me pas dashni, respekt, afërsi, lojalitet, kërkon mos me urrejt, qysh kam qef për vete, me pas qef edhe për te, nëse e shat duke jetës për para, mos me më ardhë mërzi, pikrisht që kjo është ajo që e ka thonë në nush li kulli muslim. Me pas zemrën e kullume në relacion me secilin musliman, me secilin besimtar. Në rrugë vllazën, pikrisht kjo është ajo e cila një pjesë jo të vogël të njerëzve, të muslimanëve u mungon.
Pse? Për arsye se në zemrat tona kanë depërtu mbeturina jo të mira, të ndjenjave jo të kullume, jo të pastërta, të ndjenjave jo të mira, të cilat sikur dilnim me to para Allahut fuqiplot, do të ndiheshim keq. Sikur ta dinte vllai jem se çka menoj une, ose çka snihna mirë, kur e shoh ato mirë, edhe para ti do të më vinte marrë. Andaj secili do të më mundu që zemrën e vet me e pastru për këtyne gjanave, edhe me e bë të kullume, të pastërt, ashtu që mendimet e këqija mos me pas vend aty, po në zemrat e besimtarëve me pas vend vetëm dashamirësia. E dashamirësia nuk ka pastaj vetëm ndjesi. Është edhe përkushtim, është edhe fjalë. Kur thuhet en-nush li kulli muslim, fjala nasihat që i themi ne këshillës, prej qësaj buran, prej qësaj e ka origjinën. Do të thonë një pastërti, një dlirësi e zemrës edhe e shpirtit, e cila pastaj ty të shtin, nëse e sheh vllaun tan, mikun tan, shokun tan, të afërmin tan, kojshin tan, nëse e sheh duke gabu, e ndal edhe me fjalët më të mira. E këshillon i thu, çështo që tu boti nuk është në rregull. Ose çështo që si tu boti prap nuk është në rregull. Për arsye se këshilla nuk i jepet vetëm për veprime të gabuara, po i jepet edhe për lënien edhe braktisjen e veprimeve të duhura. Për te i kësaj, pastaj ajo dashamirësi na shtin me qenë edhe solidar me tjerët, duke i ndihmu e kështu me radhë. Mirë, po ky përkushtim për një mend don vetë mohim, don që njeriu me veten e vet mas pari me u marr. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhuma, Abdullahu, i biri Abbasit, ka qenë djali i mixhës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka thonë një fjalë interesante shumë. Thot nga njëherë lexoj një ajet Kur'anit, edhe e kuptoj fort mirë. E lexoj një ajet, e kuptoj fort mirë. Thot më vjen një ndjesi kështu. Thot do të dëshiroja që secili prej muslimanëve ta kesh kuptuar atë ajet çaq mirë ose edhe më mirë se çka e kam kuptuar. Pse? Që është dashamirësia. Imam Shafiu thot, kisha pas qef njerëzit me mësu fen prej meje, edhe kërkosh mos me thonë e mësova prej ti, që mos me e konsideru vetën borzëlin ndaj meje. Kjo na jep me kuptu të ndërmu vllazën se sot kemi për shembull njerëz që janë profesionist, edhe njëri me tjetrin janë kolegë, ose dikush është mësues, tjetri është nxënës, ose dikush është mjeshtër, ai tjetri është ai që ka shku me mësu prej mjeshtrisë ti. Në rastin konkret do të me konë zemra aq e kullume, sa që mos me majtë më sheft, as gjatë prej marifeteve të zanatit. Pse? Lele të përfiton edhe ai, për arsye se ti rizikun e kitë garantum. Kur mos me ndo se Allah ty ka me ta marrë, mi adhon nxënësit tanë. Ose ty ka me ta marrë, mi adhon kolegut tanë, ose ati që ti eventualisht mundesh me e konsideru konkurent. Jo, se Allah është aq i pasun, është posedusi absolut i gjithçkaje, që kur njetë nuk harxhohet, nuk fiket ajo që ka Allahu, edhe po u dha të gjithëve. Edhe të gjithë jemi dëshmitar. Edhe atëherë kur për shembull qyteti ka mujt me pas 1 apo 2 mjeshtër të një zanati, ata kanë pas punë. Edhe kur jemi bën 20 mjeshtër, prap kanë punë të tonë. Për çfarë arsye? Se Zoti jep, nuk ndal Allahu asnjëherë, po janë zemrat e njerëzve ato të cilat fatkeqësisht ndin ngurtësinë këtë aspekt. Kush është përfituesi? Nëse ne edukohemi në këtë frymë, ti je përfituesi i parë. Çdo virtyt, çdo sjellje e mirë, çdo akhlak, çdo edukat të Islamit që e përvetson edhe e aplikon. Ani pse ajo ka me prodhu gjëra të mira për rrethin. Ti ki mu bë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kanë pyet kush është më i dashuri tek Allahu prej njerëzve, ka thonë çaj të cilët njerëzit ja shohin mas tepër mi hajrin. Kur mos mendo se ata që ta shohin hajrin ty begatohen më shumë se ti, përkundrazi, se ata shohin hajër prej teje, ti sheh hajër prej Allahut fuqiplot. Andaj nëse arrim të pastrojmë zemrat tona, nëse arrim të edukohemi në këtë frymë, mirësia do të përhapet, e keqja do të paksohet, urrëtiet në mes njerëzve, edhe ato do të zbehen, ndërsa vllaznillëku, uniteti do të forcohet, e pikrisht kjo është ajo të cilën Allah i madhruar e pret edhe e kërkon prej neve. Pikrisht kjo është ajo të cilën Islami e promovon
E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kur jemi të përfitimet, prap po insistoj që përfituesi i parë dhe më i madh prej çdo mirësie është ai që e bën, ai që e aplikon, ai që e ka pastruar zemrën. Se zemrat e pastërta janë zemrat e atyre njerëzve të cilët i don Allahu fuqi plot. Zemrat e pastërta janë zemrat e atyre njerëzve që Allahu i bën me jetu të lumtur. Ai i cili ka urrejtje, ndoshta kurrë si bën atij tjetrit, po zemra e tij digjet prej asaj urrejtje, prej atij hasedi. Domethënë ai e përjeton atë të keqen e asaj që ka leju me i depërtu në zemër. Në anën tjetër, çdo mirësi që e bëjmë ka refleksion. Kur i bën dikujt mirë, edhe ai ka me ta kthy me të mirë. Kur lyp prej dikujt respekt, shfaqet i mas pari respektin, mas anej prite, gjithçysh ka me ardhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një udhëzim madhështor. Thot, men arada an yuzahzaha anin nari wa an yudkhala al-jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ai i cili dëshiron edhe synon, e secili prej neve do të jetë i ktill, secili besimtar. Ai i cili dëshiron që të shpëtoj prej xhehenamit, edhe të futet në xhennet. Mos të lejoj me i ardhë vdekja ndryshe, përveç se duke e besu Allahun dhe botën e përtejme. Deri shto, jemi në rregull, e kemi të qartë këtë punë. S'munesh me shku në xhennet pa e besu Allahun edhe botën e përtejme, edhe pa i plotësu ato kushtet e besimit. Ama këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shtu pastaj edhe një udhëzim i cili është shumë konkret, e që unë konsideroj se mos me qenë që pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka mësu Allahu, një njeri i thjesht, s'kish dit me edhon një qësi udhëzime. Thot ai i cili dëshiron me shpëtu prej zjarrit, edhe me u fut në xhennet. Mos t'i vi vdekja, përveç se duke e besu Allah në ditën e gjykimit. Wal ya'ti ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayh. Edhe njerëzit le t'i trajton. Çfarë udhëzimi i thjesht, i lehtë, po shumë madhështor. Dhe njerëzit le t'i trajton mu ashtu qysh ka dëshirë njerëzit me e trajtu atë. Qysh ki qef me të fol njerëzit, që ashtu fol ju. Qysh ki qef me usil njerëzit me ty, që ashtu silu me ta. Qysh ki qef në rast nevoje me të ndihmu, që ashtu kur ki mundësi ata kanë nevojë ndihmoj, edhe jeta jo të ka me u rregullu deri në maksimum. Pra nuk qenë ka veç përjetimi i mirë, i këndshëm i ndjesisë, se jetë të bëtë vepër të mirë, për cilën Allah ka me të shpërbly, mirë po ka me pas një lloj reciprociteti që njerëzit të mirën kanë me ta kthy me të mirë, edhe realisht që shto shkan donjaja duke u përmirësu. S'ka me qenë kur veç mirë, inshallah s'ka me qenë kur veç keq, por ashtu si sillen njerëzit, ashtu qysh dëshirojnë njerëzit, ka me dominu e mira ose e keqja, e ne duhet jemi argat të smirës, të sëmirës, mos mu keq kuptu, në mënyrë që e mira të shtohet e keqja të paksohet. Allah i madhruar na udhëzoft e na drejtoft ka ajo që është më e mira dhe më e mbara. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.